E pas ke provu edhe ato e mira? Po, e kom provu edhe ato. Mirë. Mirë, atëre po e ndjekë materialin, faleminderit shumë e Dona. Faleminderit e Dona. Laboratori i Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë është një strukturë e specializuar e cila ofron mbështetje shkencore dhe teknike për kontrollin dhe sigurinë e ushqimit. Ky laborator ka një rol të rëndësishëm në mbrojtjen e shëndetit publik dhe sigurinë ushqimore, duke u siguruar që produktet që arrijnë tek konsumatorët të jenë të sigurta dhe të përputhshme me standarde ndërkombëtare. Fillimisht në laborator, dita jonë fillon me pranimin e mostrave. Mostrat na vijnë kryesisht nga inspektoriati. Mostrat janë mostra nga planet nacionale për monitorimin e mbetjeve, monitorimin e smundjeve të kafshëve, si dhe mostra nga plani kontrollave zyrtare. Por numri mostrave dhe mostrat mundën me ndryshu varësisht nga incidentet të cilat ndodhen në teren, edhe kjo është përgjegjësi e AOV-s, e cila na informon edhe na i sjellin mostrat, pastaj ne merremi me testime. E qysh funksionon kjo puna pak a shumë si zinxhir prej terenit, mandej vijnë te ju? Po, është plani mostrimit, të cilët janë domethënë ambulantat veterinare, dhe janë të kontraktuar nga AOV-ja, shkojnë i marrin mostrat në për firma apo në për teren edhe i sjellin tek ne. Ata kanë planin e mostrimit edhe i sjellin mostrat tek ne. Për çka janë të nevojshme mostrat? Për çka i bëni? Mostrat testohen për parametra të ndryshëm. Për shembull, për sigurinë dhe cilësinë e ushqimit, kemi 3 laboratore, laboratori mikrobiologjisë, laboratori kimisë dhe mbetjeve veterinare, si dhe laboratori i analizave të qumshtit të freskët. Pastaj kemi pjesën veterinare që kryet domethënë diagnostifikimi dhe hulumtimi i smundjeve zoonotike dhe jo zoonotike në Kosovë. Në sektorin e serologjisë dhe diagnostikës molekulare është laboratori i bakteriologjisë edhe laboratori i patohistologjisë, cilët bëjnë detektimin e parametrave të ndryshëm në kafshët shtëpiake, kafshët e egra, shpend, domethënë bëhet hulumtimi i smundjeve zoonotike dhe jo zoonotike. Sa zgjat një testim i një mostre? Po testimet zgjasin varësisht nga metoda e testimit. Metodat i kem të akredituara nga Drejtoria e Akreditimit Kosovës, edhe punoj me ISO standarde. Ka mostra për shembull te analizat e qumshtit të freskët, brenda 24 orëve del rezultati, po kena mostra për shembull për mikrobiologji që zgjasin 7 ditë deri të bëhet konfirmimi i rezultateve. Pajisjet janë të ndryshme, varësisht prej sektorëve, prej natyrave të testimit. Kemi pajisje, domethënë konfirmative, pajisje për detektimin e parametrave fiziko-kimik që janë pajisje klasike, kemi PCR, kemi domethënë pajisje që janë të nevojshme për kryerjen e metodave të testimit. Me çka jeni tu marrë tash së fundmi, me çfarë testime? Po së fundmi për momentin jemi duke kryer testime për salmonell në produktet mishit, jemi tu kryer për akrilamide, jemi tu kryer për brucelloz, jemi tu kryer për domethënë për salmonelloz, pestë amerikane të bletët e kështu të ndryshme. Salmonella është një bakterie patogjene, e cila mund të shkaktojë sëmundje tek njerëzit dhe prishjen e produkteve ushqimore. Një nga funksionet kryesore të këtij laboratori është analiza dhe kontrolli i cilësisë së ushqimit dhe produkteve të tij, duke përfshirë identifikimin e kontaminantëve si mikroorganizmat patogjen, pesticide, antibiotik dhe substanca të tjera të dëmshme. Laboratori përdor teknologji të avancuara dhe metoda të sofistikuara për të siguruar që produktet ushqimore, përfshirë mishin, qumshtin, vezët dhe produktet bimore, janë të pastra dhe të sigurta për konsumatorët. Së fundmi kemi të akredituar metodën për aflatoksin BN, domethënë ndrithra, edhe nuk kemi nevojë me dërgu mostrat jashtë Kosovë për testim.
tash i kryjmë testimet ne këtu. A mund është me na tregu pak çka është salmonela? Po, salmonela është një bakterie e cila mund të shkaktoj smundje patogjene tek njerëzit edhe përdoret për bën prishjen e ushqimeve. Nëse një produkt është i infektuar me salmonela, atëherë ai produkt nuk është i sigurt për konsum edhe duhet të bëhet asgjësimi apo mos konsumimi i tij. Hapat të cilët nuk duhet me i bë është paraprakisht mishin e bardhë kur ta marrim. Nuk duhet të pastrohet, por duhet t'i nështrohet me një rend trajtimit termik. Duhet të vendoset në frigorifer në rastin kur ta blejmë mishin e bardhë. Mos ta lojmë në ambient për shkak se ai i nështrohet temperaturave të larta dhe mund të vijë te shkrirja e mishit edhe pastaj mund të bëhet kontaminimi i mishit. Është zinxhir ruajtja e produktit kur na ta blejmë në market deri te konsumimi i tij. Produktet ushqimore në tregun e ton mund të them që janë të sigurta, përderisa rezultatet tek ne rezultojnë negative. Në rastet kur rezultati është pozitiv, është përgjegjësia e inspektoriatit, i cili ka procedurat dhe merr veprimet e mëtutjeshme. Laboratori i Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë ka një rol kyç në ruajtjen e shëndetit publik dhe sigurinë ushqimore, duke kontribuar në zhvillimin e një sektori të qëndrueshëm dhe të sigurt, i cili plotëson kërkesat e konsumatorëve dhe standardet ndërkombëtare.